Raportet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin tërhequr nga bizetimet e paqes mes Ukrainës e Rusisë, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Tammy Bruce i quajti të remes. Gjatë një interviste për Fox News, ajo mohoi me forcë se Washingtoni ka bërë hap pas. Ideja se do të tërhiqemi nuk është e vërtetë. Nëse nuk ka përparim të qartë në marrëveshje, mund të ndryshojnë pak qëndrimin ton. Ky padyshim nuk është një hap para nga procesi me asnjë mënyrë, tha Bruce në The Guy Benson Show. Ajo theksoi gjithashtu se vendimi për një tërheqje të mundshme nga procesi negociues mbetet ende i presidentit të SBA-s Donald Trump, të sekretarit të shtetit Marco Rubio. Por nga ana tjetër, ndërsa SBA po vijon negociatat mes palëve, Rusia ka shtuar bombardime drejt territoreve të Ukrainës. Të paktën 47 persona u plagosën në rajonin e Arkivit si pasojë e sulmeve me dron nga ana e forcave ruse gjatë orëve të para të së shtunës. Kryetari i Arkivit, Ihor Terekov, tha se dronët goditën 12 zona të ndryshme në qytete gjatë mbrëmjes të së premtes. Ndërtesat e banimit, infrastruktura civile dhe makina u dëmtuan gjatë sulmeve, sipas guvernatorit rajonar të Arkivit. Ndërkohë në rajonin e Khersonit, një person u vra dhe 5 të tjerë u plagosën nga bombardimet ruse gjatë natës që goditën zonat e banuara, duke dëmtuar rreth 10 shtëpi.